fëmijëve që nuk votojnë, edhe fëmijëve që garancinë e të ardhmës tyre e presin nga prindrit që votojnë. Do t'y bie një qafë shumë keq. Shumë keq për një tifozlik absurd. Na ishte një herë Partia Demokratike, na ishte një herë, hajde se po ja u jap këtë që na ishte një herë, megjithse unë se kam dash asnjëherë, edhe kam pas të gjithë të drejtën që të mos e dua se sa herë i ka rënë në dorë Shqipëria e ka bërë kashte koqe. Po na ishte, s'është më kjo. Kjo është kënet me një buf, edhe me gjithë farë lloj speciesh. Prisni të shikoni kur t'ju shfaqet lista e deputetëve, edhe shihni pak atë listën e mbyllur, aty mu përqendroni pak. Ajo lista është e mbyllur e kënetës është doni ju, s'doni ju, speciet më të ulta të politikës, speciet më të ulta të faunës politike, prap aty do t'i keni, thot këneta. Kështu që ju si të doni. A mund të takohemi nga afër, po nëse je këtu, hajde ta pimi kafe këtu në Berlin. Do jem edhe pak, se pas pak do nisemi për Shqipëri, se nuk kemi ofertat për bashkëta turizmi me Kosovën, duhet i kemi, sigurisht që duhet i kemi, dhe shpresoj që tani që edhe zgjedhjet mbaruan atje, do të ketë fokus më shumë tek disa gjëra të tjera që duhet i bëjmë. Është koha të jemi shumë afër, është koha të jemi shumë bashkë, është koha të jemi mish e thua. Jo thjesht me zemër, se me zemër është nuk kemi qenë, dhe ashtu jemi, por edhe me menje. Si je? Çfarë bën? Mirë? Si dukesh? Hajde pak tu. Futu në shikë. Prezantohu pak. Përshëndetje, unë jam Kjali Qato, besoj